vendosët ekuilibrin mes traditës dhe eksperimentimit? Tradizione e sperimentazione. Ebbene, la tradizione è una grande cosa perché senza le nostre tradizioni. Tradita është shumë e rëndësishme, sepse pa traditat tona do të na mungoni gjithmonë diçka. Ato formojnë një popull, një kombë, një vend. E formano sicuramente un paese, le tradizioni. Ma le tradizioni da sola tante volte. Por tradita vetëm ndonjëherë nuk mjafton më, sepse bota ndryshon, evolon. Duhet të kuptosh, një prodhues vere bën verën që i pëlqen atij. Il vino cerca di fare il vino che piace a lui, ecco, quindi mediamente sempre così. Io non penso di fare un vino. Unë nuk mendoj të bëj një verë që të pëlqejë të gjithëve, sepse nuk është e mundur, por shpresoj të shumëve. E pertanto dico, vorrei avere un vino che ha un bellissimo colore, ma non un colore. Dua një verë me ngjyrë të bukur, jo shumë intensive. Një verë që kur e shoh, të mund të shoh dorën time përmes saj, trasparente, e ndritshme. Quando è lucente vuol dire che io ho trattato molto bene questo vino. Kjo do të thotë që është trajtuar mirë. Oksigjeni është jetë, por nuk duhet shumë. Vera duhet të plaket në shishe, jo me njerë në gotë. Prandaj bëjmë shumë kujdes që ta marrim oksigjenin e duhur. E non sicuramente nel bicchiere immediatamente, quindi facciamo una grande attenzione praticamente affinché il vino possa essere preservato dall'ossigeno. Ju më thatë edhe më lartë, po unë dua të pyes sërish. A është toka, është klima, është moti? A janë këta faktorët bazë? Po, janë baza. Podere forte oggi poggia, si chiama. Podere forte mbështetet në një tokë shisto-kalkare, shumë të vjetër, mbi 100 milion vjet. Oltre 100 milioni di anni. Pertanto è un suolo molto importante. Është një tokë shumë e rëndësishme, ende shkëm, që rënjët e ardhive mund ta eksplorojnë. L'apparato radicale delle vigne possono esplorare, rompere. Ardhia zbret thellë për të gjetur freskinë, thyen shkëmbin, vazhdon derisa gjen vendin e duhur. Spacca lo scisto, si apre e continua a scendere fino a trovare quando trova confortante stare lì così e durante stagioni secche, visto che c'è un po' di cambiamento. Në stinët e thata zbret edhe më shumë. Per andare a trovarsi sempre più. Struktura e tokës është si një sanduiç, shisë në anë, në mes gëlqere e bardhë. Scende, rompe questa parte, quindi si aggrappa alle rocce e attraverso praticamente i suoi capillari porta su l'humus della terra. Rënjët depërtojnë, marrin lagështinë, aromat, mineralitetin. La stabilità del vino avviene dal terreno. Ecco, se lo porta dietro attraverso l'apparato radicale. Kripsia e verës vjen nga toka. Këto elemente transportohen përmes lëngut deri në kokrën e rushit, që është një botë më vetë. Sapori all'interno di un chicco d'uva, che è un mondo, altro mondo da scoprire. Ndërkohë verërat tuaj konsiderohen ndër më ekskluzivet. A ka qenë kjo një zgjedhje e juaja, kujdesi juaj personal? Sono una persona che piace molto la precisione. E pertanto un vino di. Unë jam një person që më pëlqen shumë saktësia. Një verë bëhet ekskluzive kur ta thon të tjerët. Gli altri lo scoprono e capisce che diventa. Nuk është për pak njerëz, por për ata që kuptojnë, që duan të atakojnë një verë të madhe dhe të dialogojnë me të. Chi ha voglia di incontrare un grande vino e dialogarci un po'. Se rëndësi ka përsosmëria, perfeksioni në kërkimin e cilësisë absolute? Sono alla ricerca di una qualità che non finisce mai. Jam në kërkim të një cilësie që nuk mbaron kurrë. Është një kërkim i vazhdueshëm i ekselencës dhe i së vërtetës. È un mondo nuovo, una stagione è diversa una dall'altra. Çdo vit është i ndryshëm, çdo stin është e ndryshme dhe ne duhet ta interpretojmë çdo vit, çdo sezon në mënyrë të ndryshme. Quella stagione che guarda caso è molto diversa di quella dell'anno prima e ancora molto diversa di quella dell'anno precedente. Kështu po zbuloj që jeni edhe poet. Më pëlqen historia, më pëlqen letërsia. È vero, e questo lo sento anche quando parlate. E ndjej edhe kur flisni, keni patur sukses edhe më parë në jetë. Por tani, kur e ktheni kokën prapa, sipas jush, cila ka qenë arritja juaj më e madhe? Il suo più grande successo. Direi che per una persona sicuramente quello che ha fatto, io quello Do të thoja që gjithçka që kam bërë më ka pëlqyer dhe do ta bëja sërish. Quindi il lavoro che ho fatto nell'industria. Puna në industrinë moderne më ka çuar deri tek yjet, tek kozmos. Il cosmo. Naturalmente la tecnologia deve essere. Por teknologjia duhet të jetë në shërbim të njerëzit. Nëse është në shërbim të pushtetit, nuk është mirë. Io sento dentro di me praticamente sempre una spinta. Unë besoj në humanizëm. Dua njeriu gjithmonë në qendër. E mi
piace molto pensare in questa direzione, dove l'uomo è sempre al centro. Faleminderit shumë. Ju uroj një mbrëmje të bukur. Faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë. Faleminderit juve. Faleminderit për mikpritjen. Shqipëria është vërtet e bukur. Rrofsh Shqipëria. Shqipëria është si motor e Italisë. Faleminderit.